Ndër të gjitha stilemat e ngjyrimet që kanë përshkruar shkrimet për gazetat të kryetarit të opozitës Edi Rama, regëtima e rilindur e një antipopulizmi nuk mund të mos pikaset. E gjeni atë në më të parin fare të artikujve të tij për të përditshmet, ku publicisti i shndruar në Politikan vërente se në Londër e as gjetkë nuk është opozita që i prim popullit në protesta. Edhe në sprova të tjera, me shkrim të kryesocialistit, që thonë bashkë me publicistikën i është kthyer edhe cigares, shquheshin këto shenja të një farë gërdie ndaj turmës. Në më të fundit, për shembull, aty ku ai trajtoi gjëre gjatë, shtrirje në këmbë, rrjedhjen e kabllove diplomatike Tiranë-Washington, përmes filtrit të tij, duke se dorëzimi i popullit, ose më saktë, heqja e asaj që ai identifikonte si shenjë barazimi mes palëve, lexo opozitës e majorancës, e kishte bërë zemër lëshuar. Kjo në prag të një stine të re politike, kur siç ka paralajmëruar vetë, aksioni politik i opozitës do të vijë i ndryshuar. Pyetja është, pse kjo sfilitje e zotit Rama me popullin opozitar? Të njëjti popull që e ftoi në të vetmen rrugë në zgjedhjet e fundit vendore, ku një palë zgjedhje më herët i pa shpallur një rrugë të tretë përtej së majtës së të djathtës. Pse njeriu i tureve të gjatë për atë dhe, mbushur me hoka, qoka, zemër në dorë, duar në zemër, utkur i gjatë, i vetëm, i errët dhe në udhkryq, si në atë poezinë e Kadares, në kësi rastesh gjithsesi pyetjet mund të jenë shtëruse, por përgjigjet as pak të tilla. Një përgjigje e parë, e shpejtë dhe me dojë mos e interpretueshme mund të gjenden në kablogramet e rrjedhura të ambasadës amerikane në Tiranë. Në disa prej tyre, ku ambasadori amerikan John Withers portretizonte Ramën dhe aksionin e tij politik, e gjeni të fundit të paplotë të shkëputur. Sipas Withers, ky aksion mbështete jo dhe aq në një platformë politike, por në demarshe elektorale. Një kohë të madhe, po t'i besojmë nuhatis së diplomatit amerikan, duhet i ketë marrë kryetari socialist edhe ajo që ai quan zell për të kontrolluar. Një interpretim i dytë ka të bëjë edhe me një lodhje të zotit Rama, me atë vibrimin e brendshëm të dikujt që në drejtën atë shtrëmbën e vet ndihet patric, por edhe me atë llogarinë për kohën e humbur në kauza që sado retorika i larton, prap mbeten plebease. Zoti Rama i ka shfaqur këto shenja largimi edhe në fushatën e fundit për Bashkinë e Tiranës. Pamjet e kamerave kanë parakaluar brutale e shpjeguese me një kandidat që si rregull shkon për një dialog me zgjedhësit dhe e bitis në monolog. Rikthimit e koha e shkrimeve i një individi që u fut në politik përmes publicistikës është një intermezzo për edhe një farë akmarrje e atij që ndihet i pakuptuar. Fjala është meti i parë dhe i fundit të një misionari. Një kthim tek ajo është bash shenja e madhe se pse Edi Rama kaloi nga titanizmi i udhëheqjes së popullit të tij përtej së majtës së djathtës të një krizer i popullit të tij. Shpallja fajtore e popullit me sofizma ose del për drejt mund të jetë shenjë një mërzie të madhe, por më shumë se kaq është shenjë e hendekut që se mbushin dot hokat e qokat, dora në zemër e as zemër në dorë. Fati i misionarit nga Alfred Lela.